Një regjisor ka mbuluar sërish artin dhe kinematografin shqiptare. Në moshën 66 vjeçare, është shuar në mënyrë krejt të papritur aktoria Rezana Çeliku, duke lënë pas një trishtim të thellë te familjarët dhe një zbrasti që vështirë se do të mund të mbushet ndonjëherë. Ajo ishte një nga imazhet më rrezatuese dhe më të ëmbla që pushtoi ekranet tona gjatë viteve 70 dhe 80. Rezana nuk bënte thjesht aktrim, ajo shkrihej me personazhin e saj. Me një natyrshmëri të rrallë, ajo fitoi menjëherë dashurinë e publikut të gjerë. Kush mund t'i harrojë interpretimet e saj të spikatura? Ajo mbeti e pavdekshme si mësuesja shpirt ndritur te filmi Shok të një skuadre, apo si centralista rebele te filmi Një djalë dhe një vajzë, një personazh që guxoi të thyente tabut e asaj periudhe. Por me ndryshimin e sistemit politik dhe me shuarjen e dritave në shoqërime, Rezana zgjodhi të mos dorëzohej. Ajo nisi një kapitull të ri në jetën e saj, fillimisht duke dhënë mësim në shkollat e fshatrave të Tiranës, e më pas duke shërbyer për një kohë të gjatë në administratën e Bashkisë Tiranë. Kudo ku punoi, ajo la pas kujtimin e një gruaje të mrekullueshme dhe plot mirësi. Megjithatë, pas asaj buzëqeshje majgjepse që i dhuronte botës, fshihej një jetë e rrethuar nga qetësia, por edhe një brengë e madhe që e shoqëroi për shumë vite. Ajo vendosi ta përshkronte e vetë me rrugtimin e saj jetësor, pa u martuar asnjëherë. Në daljet e saj të fundit publike, me zërin që i dridhej nga emocionet, ajo kishte hapur zemrën duke treguar se pengu i saj më i madh që mbante përbrenda ishte mungesa e fëmijëve. Më vjen keq që në këtë jetë nuk munda dot kurrë të mbaj në krah fëmijët e mi, ishin fjalët e saj rrënqetëse. Nuk munda dot asnjëherë ta shoh shtëpinë e mbushur me zërat e fëmijëve dhe buzëqeshjen e tyre. Sot, ky peng mbetet i vulosur në kujtimet e fundit të aktores, e cila u largua duke marrë me vete vlerësimin dhe mirënjohjen e një populli që e donte aq shumë. Pushofsh në paqe, e paharruara Rezan.